absolutely delighted to see the project completed. I mean, it's been quite a long time in coming to fruition, but the idea which Neshat and I had 2 years ago took quite a lot of effort, but we were delighted to see it completed today, and it's given us a really good feeling. Nga ky moment jam jashtëzakonisht I lumtur kur I pam videot se çfarë tymi ka pas më herët, dhe tani jo vetëm unë, por do të jemi të lumtur ne si staf, si Multicellular Company, si Rotarian, por mendoj që edhe menaxhmenti I spitalit do të jetë I lumtur edhe gjithë peja, sepse ne pam shumë e vëzhguar shumë me vëmendje atë zotriun se çfarë tha 35 vite ka pas tym të ndoshta jo I duhurit që ka qenë në spital, tymi nuk I ka vënë. Para 2 vite kur kemi filluar me diskutuar rreth tij, më ka duket diçka I paralizueshëm, as kam besuar që kemi marrë kaq shpejt me mrriket këtë sekuencë na sa depom. Unë jam shumë I kënaqur për shkak se kemi arrit, domethënë që brenda kësaj periudhe me shumë vështirësi normal, për shkak se nuk ka qenë shumë e lehtë mi mbledh gjithë ato shumë të follave për me investu. Projekti është, siç kam thënë edhe më përpara, shumë I inovativ. Kemi arrit me zamëndësu djegjen karburante fosile, e cila ka emitu ekstrem ndotje për rreth brenda hapësirës spitalit, por edhe për rreth spitalit, duke I bot pa banueshme gati ato hapësina, ato shtëpia të qenë për rreth spitalit. Tash këtu në shpëtëzim, domethënë një kapacitet për 200 kW energji elektrike, që është full energji e pastër solare, e cilën mundem me shfrytëzu prej natyrës që na dhon Zoti, edhe që fatmirësisht në Republikën e Kosovës, tikon si sta dhe ky inxhinieri, I kemi një 290 ditë me diell që mund ta shfrytëzojmë. Faleminderit për sjelljen e këtij projekti. Telegrafi është një portal shumë I vlerësuar, shumë I çmuar, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë, për arsye se I jap lajme të besueshme. Edhe ky projekt, po edhe gjithë puna jonë duhet të bazohet në besueshmëri. Këtu jemi pranë një provës e 4 kërkesave, e cila është udhërëfys për ne, për mu, për klubin Rotary, për biznesin që e udhëheqim, për arsye se ne duhet të bazohemi në të vërtetën. E vërteta, e drejta, miqësia dhe vullneti I mirë, edhe ajo që e mban një biznes, një familje të shëndosh është që të gjithë të shpërblehen. Do të thënë, këtë rast, kur ne si klub Rotary, klubet Rotary partnere në përbot, duke fillu nga Japonia 2, Amerika 1, Walesi 2, Anglia, Franca, Suedia dhe klubi Rotary Pay, krejt ky raport joni është I ndërtuar në besueshmëri. Për arsye se një donacion I tillë për $143,000 është vështirë të sigurohet nëse nuk ka besueshmëri. Pra, unë I falenderona provës e 4 kërkesave edhe besueshmërisë që na ka ndihmuar me ndërtu me gjitha institucionet, me spitalin, me klubet partnere, me kompaninë Muça, edhe I falenderoj të gjithë për këtë bashkëpunim të sinqert edhe realizimin e këtij projekti si më thon, të dobishëm për komunitetin. Well, for us, this has been a really great project because it's enabled Rotary from different parts of the world to come together and to do something which has been for the benefit of the environment, for all of us, but also for the people of Paya. It's improved the health prospects and their future security in the area as well. So we've come from Cardiff Bay, but the project has been supported by clubs all around the world, in Japan and the United States and France and Sweden. And for us that's fantastic because it means it's such a powerful, strong project that it's attracted interest from everywhere in the world.